Gjykata kushtetuese ka vendosur të rihap procesin gjyqësor në ngarkim të Arben Frokut, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e ish-komisarit të kombinatit Dritan Lamaj më 25 shkurt 2025. Gjykata kushtetuese ka shfuqizuar vendimin e marrë në vitin 2018, ku la të pandryshuar vendimin e gjykatës së lartë në ngarkim të Arben Frokut dhe ka pranuar kërkesën e tij për rihapjen e procesit. Biznesmeni Arben Froku kërkon shqyrtim të dosjes në gjykatën kushtetuese me pretendimin se janë shkelur të drejtat. Kushtetuesja nuk ka pranuar kërkesën e tij për të shpallur të pavlefshëm dënimin. Në gjykatën kushtetuese do të shqyrtohet nëse në procesin gjyqësor ndaj tij janë kryer apo jo shkelje. Në gjykatën e shkallës së parë të krimeve të rënda, Arben Froku u shpalli pafajshëm më 3 prill 2015, por ai u dënua në apel më 29 qershor 2015. Froku u arrestua në Holand në prill 2016 pasi u identifikua nga gjurmët e gishtave. Ai jetonte me dokumente të falsifikuara në emrin e Renato Sepa dhe prokuroria filloi procedurat për ekstradimin e tij. Arben Froku është i dënuar për jetë nga apeli i krimeve të rënda për vrasjen e komisar Lamaj, por ai ndodhet në Burg në Holand, shtet i cili ka refuzuar ekstradimin e tij. Froku ju drejtua gjykatës së Strasburgut pasi ankimimi i tij u rrëzua dhe në gjykatën e lartë më qershor 2017, si dhe në gjykatën kushtetuese më 24 prill 2018, duke lënë në fuqi dënimin me burg për jetë. Arben Froku është vëllai i ish-deputetit Mark Froku, i liruar nga burgu në maj të vitit 2018, i dënuar për fshehje pasurie, pastrim parash dhe ndërtim pa leje. Mark Froku u akuzua edhe për një vrasje në Belgjik. Ngjarje kjo e ndodhur në vitin 1999, por akuzat për këtë krim ranë për mungesë provash, ndërsa ish-deputeti deklaroi disa herë me radhë se ai nuk kishte gisht në këto ngjarje.